Kadare dhe Agolli, Kina kujton në ditën e lindjes dy kolosët e letërsisë shqipe. Aktiviteti kulturor në Pekin, i organizuar nga Ambasada e Shqipërisë, përkujtoi 95 vjetorin e lindjes së Dritor Agollit dhe 90 vjetorin e Ismailit Kadares, duke theksuar se këta kolosë të letërsisë shqiptare nderohen jo vetëm në Shqipëri, por dhe ndërkombëtarisht, përfshirë dhe Kinën. Në këtë simpozium morën pjesë diplomat, albanolog shqiptar dhe kinez, pedagog dhe student që studojnë gjuhën shqipe, duke e kthyer aktivitetin në një urë kulturore mes dy vendeve. Ambasadori Riza Poda vlerësoi rolin e veprave të Kadares dhe të Agollit në prezantimin e historisë, kulturës dhe shpirtit shqiptar në botë, duke theksuar se krijimtaria e tyre është përkthyer në mbi 45 gjuhë, përfshirë dhe kinezën. Ai nënvizoi se ndërimi i tyre shërben dhe përforcimi i dialogut letrar mes Shqipërisë dhe Kinës. Ky kontribut i veçantë, tha albanologu i njohur Chen Enbo, i cili ndau kujtime personale dhe reflektime mbi jetën dhe veprën e dy shkrimtarëve, duke dëshmuar lidhjen e thellë kulturore miqësore mes vendeve. Edhe studiues dhe student kinez shprehen vlerësime të larta dhe interes të madh për studimin e mëtejshëm të letërsisë shqiptare. Aktiviteti u pasurua me interpretime artistike të studentëve, të cilët recituan dhe kënduan pjesë nga krijimtaria e Kadares dhe Agollit.